Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e sotme do t'ju tregoj për historinë e dy djemve të ri që vinin nga një katun i largët dhe për të punuar në qytet ishin detyruar të merrnin një shtëpi me qira. Nuk gjetën veçse një dhomë në terracën e një godine të lartë 60 katëshe. Kishte ashensor, mirë po kishin vendosur një rregull që pas orës 12 të natës, ashensori nuk punonte deri në mëngjes. Dhe një natë prej netëve, djemt kthehen vonë në shtëpi. Shohin orën, ka kalu mesnata. Dhe pyesin njëri tjetrin, çfarë do të veprojmë? Njëri thotë, të flem këtu, për tokë. Tjetri do thotë, jo, do të ngjitemi, avash avash, dhe do të flasim me njëri tjetrin, ma mirë se sa të flem në rrugë. Dhe teksa marrin dhe japin, vendosin që 20 katet e para t'i kalojnë duke folë me tema argëtuese, ngjarje nga fëmijëria, nga komshit, e kështu me radhë. Dhe vendosin që 20 katet e dyta t'i kalojnë me rrëfime të gjata, e 20 të fundit me tema të mërzitshme e të lodhshme. Dhe ngjiten. Kaloi 20 katet e para, vazhdon në ngjitja e tyre derisa arrin në fund të këtij rrugëtimi të lodhshëm, edhe shumë të bezdisshëm. Mirë po, çuditërisht, teksa shohin njëri tjetrin në sy, konstatojnë se asnjëri prej tyre nuk i ka çelësat me vete. Ku i kanë çelësat? Ata thonë që çelësat i kemi harru poshtë. Çelësat i kemi harru në makinën me cilën po vinim. Dhe vendosin që njëri prej tyre të ulet poshtë, madje thonë, po ulemi të dy. Nalu paksa. E vërteta është se kjo histori, në fakt, është ngjarja e gjithë secilit prej nesh në këtë jetë kalimtare. Mendo, sikur ashtu siç thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se mesatarja e moshës së ummetit tim është 60 vite. Dhe mendo se ti po ngjitesh dhe po ngjitesh derisa të mbërrish tek momenti final i largimit nga kjo botë. 20 vitet e para janë vite të vrullshme, plot dinamik, plot hare, plot gëzim, plot rini, plot adoleshencë. Pastaj vijnë 20 vitet e dyta, ku fillojnë problemet, shqetësimet, shkolla, fejesa, martesa, hapja një shtëpie të re, rreziku, fëmijët që vinë, fëmijët që rriten, fëmijët që kërkojnë shkollë, shtëpia që don pajisje, fatura pa fund, fatura, dhe janë 20 vite shumë të lodhshme. Pastaj vijnë 20 vite ku çdo gjë që ka kalu thujse harrohet. Syt nuk shohin më si shihnin më parë, gjujt dridhen, nuk janë më të fortë si dikur, muskujt nuk janë si në moshën e adoleshencës. Probleme të ndryshme janë shfaqur në trupin e njeriut dhe kështu përfundon jeta e tij. Mirë po, Chelsea. Chelsea të dashurit e mi, është la ilaha illallah. Chelsea është besimi. Chelsea është angazhimi i njeriut për të qenë për herë e më tepër ma afër Zotit të tij. Po sikur ta kemi harru Chelsea-n. Po sikur 20 vitet e para, ato që pasojnë, të kenë qenë një rrugëtim drejt kësaj bote që të huton, edhe drejt problematikave që nuk sosen asnjëherë në këtë botë, edhe drejt thashëthemeve që vijnë nga çdo anë, si furtunat në një natë dimri, në një dhomë me penxhere të prishuna. Po sikur, dhe vjen një moment që vjen Azraili alayhi salam. Kam harru Chelsea-n? Zot na ruaj. Chelsea është la ilaha illallah. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë. Është koha dhe është momenti që gjithë secili me e pyet veten, kam arrit në një moshë, po sikur ky moment të jetë i fundit. A kam unë një qelës për të hap derën dhe për të hyrë në atë shtëpi ku gjithsesi jam rahat, jam i siguruar, jam i qetë, do të pushoj, do të ha, do të pi, do të fle, do të rri në privatësinë time? Po sikur të na muaj Chelsea. Kjo është një pyetje shumë e frikshme. Po sikur disa njerëz në realitetet tona
ta kalojnë krejt jetën e tyne pa këtë qelës në dorë. Madje pa mendu fare se kanë nevojë për këtë qelës. Në fakt, ajo është qelësi i krejt jetës, e pa të cilin nuk na ka bereqet as e sotmja, e as ajo që vjen. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë që ripërtërijeni besimin her pas here. Ripërtërijeni, rifreskojeni me çfarë? Me la ilaha illallah. Para kësaj, në Kur'anin familjar Allahu Azza wa Jall thotë fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. A e dim ne se nuk ka zot tjetër përveç Allahut? A ripërtërim ne besimin tonë çdo ditë me la ilaha illallah? Prandaj të dashur të shtrenjtë, kujdes, mos na humb qelsi. Allahu ju dashur.